Këta sy të bukur e ky portret kaq i fisëm janë shuar për gjithmonë, ata sy janë mbyllur për gjithmonë. Është shuar në moshën 91 vjeçare diva jon, kështu konsiderohet nga të gjithë ata që bëjmë pjesë në artin e Shqipërisë. Është shuar nder i kombit Margarita Xhepa. Në këtë minutazh të programit sot, ne do të bëjmë një in memoriam për të. Ajo sigurisht meriton shumë më shumë se kaq minuta, por ne përpiqemi në këtë të voglën tonë të bëjmë diçka të madhe për një njerëz të madh, siç ishte Margarita Xhepa. Unë do të zhvilloj një bashkëbisedim, do thoja, me dy nga bashkëpunëtorët e fundit për të në jetën artistike. E kam fjalën me dy regjizor, njëri në film e tjetri në teatr, duke u përpjekur të sjellim tek ju kujtimet e tyre të fundit për të madhen Margarita Xhepa. Kam kënaqësinë të kem zotin Spartak Pecani, i cili pak kohë më parë vuri në sken, do thoja, ose bëri që të gjithë ne ta shikonim atë film të mrekullueshëm ku luajti Margarita Xhepa, siç ishte Bolero në Vilën e Pleqjve, dhe pastaj do t'ju prezantoj Medriada Dervishin, regjisorja e teatrit kombëtar, e cila pak kohë më parë vuri në sken një shfaqje në teatrin kombëtar, rrëfimet tona gratë të lira, ku me rrëfimet e saj ishte gjithmonë më shumë më gjepse se zonja Xhepa. Kënaqësi t'ju kem në studio, profesor, dhe të ndajmë bashkarisht kujtimet e fundit që ju keni me të madhen Margarita Xhepa. Një lajm i trisht për të gjithë dhe për ju, besoj. Shumë i trisht, ditë shumë e rëndë për ne që kemi punuar me të. Një ditë që na ka shokuar, pavarësisht se e prismin, pavarësisht se jeta e saj ishte e gjatë, dhe Zoti e kishte lënë jetën e gjatë që ajo të kishte mundësi të jepte, sepse ajo edhe në këtë moshë të vjetër dhe e smur, ajo ka mundur të realizojë dhe nuk ka ndaluar për asnjë çast të japë sa më shumë këtij populli. Edhe unë kam shumë kujtime me të, shumë dëshira, po mund të them që si Margarita nuk ka dy. Unë me Margaritën jam njohur për herë të parë në dimrin e fundit, që kam qenë prezent, edhe në pyllin e lirisë. Do me thënë, kur erdha atëre nga shkolla, filmi i parë që ishte dimri i fundit, jam njohur me Margaritën, me karakterin e saj atëre, dhe mu desh të kalonin gjithë të vite që pastaj unë të realizoja një film, edhe kam pasur fatin e madh që të xhiroj me Margaritën. I ka dhënë filmit një jetë, një njerëzillik të madh. Ajo meriton çdo fjalë të ëmbël që mund të ekzistojë. Ekziston dhe tek Margarita e meriton që me gjithë shpirt t'ia thuash. Ajo kishte mirësinë, kishte emocionin në film, kishte bukurinë, kishte gjithçka. Ishte kaq e kompletuar sa Zoti na i ka dhënë, dhe ne do ta shijojmë për vite të tëra me radhë. Do të kemi çdo ditë filmat e saj, se janë të shumt, teatrot e saj, regjistrimet që ju keni bërë për të, dhe nuk do ta ndjejmë Margaritën që se kemi, por gjithsesi është një dhimbje e madhe sepse nuk bëjmë dot më të tjera. Do të thënë, të gjithë regjisorët, unë përsëri mendoja që po të kisha një rol se të krijohet ajo krijon një lloj atmosfere në shes xhirimin që ta bën natyrale të gjitha. Gjallë. Dhe me të si e kujtoni momentin e xhirimit të Bolero në Vilën e Pleqjve? Ajo kujtoj unë, ka qenë goxha smur në atë periudhë kohë, edhe prap ka xhiruar. Shumë smur, dhe kur nuk ka thënë që më dhembin këmbët, nuk lëviz dot, po ka ardhur, kemi marrë për krau edhe kemi çuar në shesh xhirimit, dhe nuk i është ndjerë zëri në kuptimin e dhimbjeve shpirtërore që kishte ajo me trupin e saj. Ajo ishte shumë e lidhur me filmin, shumë e lidhur me gjithçka. Dhe të gjithë grupi, jo vetëm unë si regjisor, rinin përpara saj e shikonin si një njeri, si një ëngjëll, të themi. Edhe kur kemi dalë, pasi xhiruam filmin që bëm disa lëvizje në për qytetet ndryshme,
njerëzit zinin radhën t'i putnin dorën. E deshin kaq shumë sa çuditeshim të gjithë, ç'ishte gjithë ajo dashuri që ajo i kishte dhënë. Po me sa duket, gjithë jeta e saj ishte film, ishte emocion, që ajo e përcolli me aq ëmbëlsi, me aq dashuri, me aq talent. Nuk kam fjalë për të thënë, dhe shpesh kur njerëzit ikin, njerëzit thonë fjalë të mira, kurse Margarita i meriton të gjitha. Ja ka thënë Zoti të gjitha që ne ta shijonim, të punonim, të kënaqeshim, të na nderonte neve edhe si regjisor, po edhe të ndihej i gjithë popullit, të ndihej mirë me të ta shijonte mendimin dhe emocionin që ne përcjellim nëpërmjet filmit. Teksa i shpreva të birit të madhit Ndriçim Xhepa sot ngushëllimet për humbjen e nënës, po i thoja një gjë që e ndjeva në atë moment, po e kam ndjerë gjithmonë dhe si unë besoj ka shumë. Margarita Xhepa për të gjithë ne, sidomos brezi im, ishte kthyer gati si një nënë e dytë, sepse ti e dëgjoje gjithmonë në sfond në shtëpi teksa rriteshe, ishte zëri i saj, filmi i saj, imazhi i saj aty gjithmonë me ty. Nuk theshte kur, për shembull, nëse e ftonin edhe shoqata të thjeshta, të ndryshme, për mirësi, për kështu, nuk theshte kur sa çimi i theshte, po prap do shkosh ti i theshte. Më thrase. T'ja u bëj qef. Do shkoj. Po ti me zor lëviz, po përderisa lëviz, do shkoj. Pra, Margarita ishte me shpirt shumë të madh. Ndani me ne, ju lutem, disa nga kujtimet që keni me të teksa xhironit atë film. Një film vërtet i mrekullueshëm, i cili unë jam e bindur ka përlotur shumë njerëz kur e kanë parë. Me Margaritën nuk është bërë një punë shumë e madhe siç punon regjizori me aktorin, sepse Margarita e përthithi atë si pjesë të vetën, skenarin. Dhe ajo atje e theshtë edhe vetë, unë nuk pata shumë vështirësi, sepse ky rol mësoll ashtu si që jam unë. E smur, e vuajtur, e vetmuar në një farë mënyrë, në mënyrën si jetoj, me botën time, fëmijët, njëri këtej, tjetër andej. Do me thënë, gjithë shka e kam brënda vetës, dhe më vjen mirë, do me thënë që të përcjell këtë lloj dashurie edhe këtë lloj dhimbje që për shumë njerëz të tjerë që i kanë lënë prindrit vetëm. Dhe e kishte shumë për qef, si të thuash, për t'i thënë këto mendime që edhe të bënte një lloj thirrje për fëmijët edhe mënyrën e jetesës që të rinë më pranë me prindrit, se koha e ka sjellë që njëri në emigracion këtej, tjetri andej, edhe unë personalisht, do më thënë vetëm me gruan, do vi pleqëria, edhe ky moment është moment tepër delikat. Kështu që ajo këtë e kishte si pjesë të konceptit të rolit, e kishte bërë të vetën, edhe nuk e kishte problem. Sigurisht ato momentet e fundit të trajtimit të vdekjes së saj, ishin delikate, edhe për Bertin. Sepse Berti ka pasur edhe ai një histori me gruan e vet. Dhe ai moment ishte moment tragjik në një farë mënyre, emocional, edhe ishte për të dy. Për ju, ishte... Ata janë aktorë që edhe me sy të mbyllur, ajo fliste mirësia, ajo fliste dashuria. Ishte njeri shumë i veçantë. Është vështirë të gjendet një njeri si ajo edhe një aktore si ajo. Edhe për ju si regjizor, ky moment do ketë qenë i vështirë, besoj, kur ata të dy duhet të përballeshin me vdekja në film. I vështirë nuk mund të them, sepse unë kisha dy aktorë shumë të mëdhenj dhe e kishin ata në dorë gjithë emocionin. Bires për ta kaluar në çik të momentin e tragjik, domethënë, sepse ajo nuk duhet parë, se jeta do të vijë një ditë dhe të gjithë do të ikin. Sigurisht. Ajo i la veprat e saj, e la vizionin e saj, emocionet e saj dhe kështu që ishte e përgatitur, po thoni, pra nga çka kishte ju kuptuar, ishte e përgatitur ajo për këtë moment që do të vinte jetën e saj. Edhe disa operacione që i bëri përpara, i bëri që sa të rroj tamam. Dhe të bëjmë pjesë e artit gjithmonë, deri në momentet e fundit ajo e kishte jetike këtë. Edhe po vdiqja i theshte Çimit, le të vdes, se unë e kam kryer gjërat, por ama po u shërova, unë mund të jetoj edhe më dhe mund të luaj. Edhe kështu bëri, dhe kishte një kohë ajo që kur theshte do ta bëj këtë nuk pyeste,
E bënde. Qunë e bënde, pastaj s'kishin që i bënin ata, me gjithë se qimi është i re, por nuk e pyste. Po dhe qimi në si kishte njarë për të t'i partë. Më lejoni t'i drejtojmë edhe Driada Dervishit, e kemi live në këto momente përmes Skype-it, sigurisht ajo ishte e angazhuar me punën e saj të përditshme gati, kështu që unë u mundova t'a shkëpus për pak momente dhe t'a sjell tek publiku, sepse si shpërmënda është regjizorja e fundit në teatr që ka bashkëpunuar me Margarita Xhepën. Driada, më dëgjon? Po, ju dëgjoj shumë mirë, më vjen keq që nuk arrita dot që t'jem aty. Është e njëjta gjë, s'ka problem, rëndësi ka t'jemi përpara publikut. Edhe për ju besoj ky ishte një lajm i trisht, pavarësisht se i pritur, se të gjithë pak a shumë e dinim që zonja Xhepa ishte sëmurë. E vërtet, por ajo që mund të them është, ne dje kishim një shfaqje në Shkodër, edhe ishin 11 aktore, dhe kujtuam ditëlindjen e Margarita Xhepës, dhe madje fjalia e fundit përpara se të niste shfaqja ishte le ta bëjmë këtë shfaqje për Margaritën si një urim për ditëlindjen e saj. Dhe ishte vërtet e papritur lajmi dhe se si është lidhur bashkë ditëlindja me ndarjen nga jeta. Por në fakt nuk është ikje. Unë mendoj që Margarita Xhepa është një monument me gati rreth një shekull, ka krijuar historinë e filmit dhe teatrit shqiptar, edhe monumente si ajo sigurisht që tani gjithmonë edhe më shumë do njësohen vetëm me ditën e saj të lindjes. Sigurisht që është një personazh për cilin do duhet për të folur gjërë dhe gjatë, por mendoj që Margarita hyri si ai margaritari, siç e kanë quajtur dhe kritikët e artit edhe të filmit, margaritari i ekranit, margaritari i teatrit, e cila i kinematografisë gjithashtu? I kinematografisë, po, i ekranit dhe i teatrit, e cila mund të flitet shumë për bukurinë e saj, por Margarita kur nuk njësua dhe nuk përdori bukurinë e saj për të krijuar karaktere. Gjithmonë një shmang bukurisë, edhe pse mund të quhej një nga ikonat e bukurisë shqiptare, asnjëherë ne nuk e kemi kategorizuar kështu, sepse ajo diti të çojë dhe të shkojë në çdo familje shqiptare, të ndërtojë historinë e asaj vlere të madhe të artit shqiptar nëpërmjet karaktereve të shumta, shumë dimensionale, të shumë stresave, të cilat nuk, kur mendoj që në teatr kishe parë shumë nga Margarita, shikoje një film tjetër dhe kuptoje që sa thellë shkonte dhe sa larg mund të shkonte një personazh edhe një yll si Margarita Xhepa. Si e kujtoni momentin e fundit me të, pra bashkëpunimin që ju patët së fundmi me të, për shfaqjen që u soll në skenën e teatrit? Unë mund ta quaj si një nga, do të mbetet tashmë një nga dhuratat më të çmuara, kujtimet më të bukura të karrierës time si regjizore. Me gratë të lira kemi krijuar sigurisht përtej adhurimit që krijon me një figurë dhe një ikon që në fillim nuk di dhe si ti drejtohesh për të orientuar në atë që po punojnë. Aty kupton thjeshtësinë edhe dimensionin e madh human të një gruaje që me të drejtë regjizori Spartak thotë që e donin të gjithë, sepse ajo përcillte mirësive nga aktora më e re, tek ato aktore dhe Luisa Gjuvani që kishte përkrahur, por Raimonda Vulku, silleshin me të vërtetë sikur kishim një dhuratë të veçantë që të impononte respekt, por nga ana tjetër të shumë familiaritet. Ajo që mund të them është edhe kokëforcia e saj për të çuar deri në fund. E evidentuar edhe nga kolegu juaj në studio, po. Pikërisht, në shumë fjalë gjeja, në atë që thonte dhe duket që janë të gjithë ata që e njohin, përcjellin kaq shumë, këmbgulin e saj për të shkuar kudo, edhe përveç grave të lira që ishte pjesë e Femfestit, që është një dhuratë tashmë për të gjitha e madhe, ishte edhe prezantimi të njëjtit monolog tek festivali në Radio Televizionin Shqiptar, ku me insistim fakte Arbanës, Osmanit u dha monologu dhe ne kemi punuar në shtëpinë e saj dhe unë e quaj si një nga momentet, nuk e di, më të bukura. Është një moment shumë i bukur që aty në sallonin e saj rrethuar nga shumë kujtime të vogla, fotografi, po dhe copsa dhuratash nga persona të ndryshëm, ne kemi bërë provat e fundit.
për të shkuar më pas në festival, edhe jam shumë e lumtur që me shumë vullnet, me shumë dëshirë, do me thënë, Margarita Xhepa ishte shembulli i një gruaje të fortë që arriti në dy epoka të lërë të kthehet në një frymëzim, një shembull për gjithë brezat, por të lërë, unë mendoj, një vull të pashlyeshme dhe të pakrahasueshme. Që edhe me vdekjen e saj të bën të buzëqeshësh krejt natyrshëm. Unë preferoj të mos e përdor këtë fjalë. Unë do ju falenderoj të dyve për prezencën në studio dhe dua ta mbyll me një tokë fjalësh që në dijenin time Margarita Xhepa e kishte fort për zemër, uazuar sigurisht nga një autor që për momentin unë nuk e kujtoj, por ajo gjithmonë kudo mes miq thoshte: lotët nuk të sjellin dhimbje, por dhimbja të sjell lot. Mos thuaj kur, o Zot, kam një dhimbje, por thuaj, o dhimbje, kam një Zot. Faleminderit që ishit me mua në këtë in memoriam për të pavdekshmen Margarita Xhepa. Faleminderit dhe ju që na ndoqët që jemi nesër në të njëjtën orë. Ky ishte programi për sot.